Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në një intervistë të radhës. Sot kemi kënaqësinë t'ju sjellim një bisedë me Toni Gojçaj, i cili në vitin 2025 u zgjodh kryetari i shoqatës atletare Majtësia e Madhe në Michigan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me të do të flasim për rëndësinë dhe përgjegjësinë e këtij posti, aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2025, si dhe për angazhimet e shoqatës në ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditave shqiptare në diasporë. Po ashtu do të diskutojmë vizionin dhe planet e ardhshme të shoqatës atletare Majtësia e Madhe për të forcuar atë lidhjen me komunitetin dhe për të kultivuar identitetin kombëtar ndër brezat e rinj. Toni, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit Vojën. Ju uroj për postin e zgjedhur dhe përshëndetje. Përshëndetje Lindita, përshëndetje nga Amerika e Largët. Sparit dëshiroj që në emrin tim personal, në emrin të shoqatës atletare Majtësia e Madhe, dhe të gjithë anëtarëve të saj, të ju falenderoj përzemërsisht për ftesën dhe interesimin që beni dhe që në dhatë rastin që të jem sot apo sonte të them musafir apo të bashku të them me teleshikuesit e TV Bojinit, pra një drejtare e vetë në pothuajse në malsinë tonë, të cilën edhe neve të ka në mërgim pothuajse rregullisht e përcjellim dhe përmes këtij ekranit dhe të televizionit përcjellim edhe të gjitha ngjarjet që ndodhin në malsi. Edhe njëherë faleminderit për ftesën. Atëherë të mësojmë se cili është domethënia personale për ju e këtij posti dhe besimi që komuniteti ju ka dhënë. Po, pra para disa muajsh, të them ashtu para 6 muajsh faktikisht, u zgjolla si kryetari i shoqatës atletare Majtësia e Madhe për mandatin e ardhshëm 2 vjeçar. Me trust falenderoj shoqatën atletare Majtësia e Madhe të gjithë anëtarëve të saj, që të gjithë pra unanimisht votuan që unë të jem drejtues dhe kryetari i kësaj shoqate, pra siç thash në mandatin e ardhshëm 2 vjeçar. Të jesh kryetar i një shoqate me një histori dhe aktivitet pothuajse gati 25 vjeçar është kënaqësi, krenari, por edhe një punë e cila pra duhet për të vlerësuar shumë. Dhe duhet të them edhe përgjegjësi e madhe, me qenë se siç thash pra shoqata atletare Majtësia e Madhe, po gati 25 vite punë për çështjen kombëtare kanë punuar dhe kemi punuar pothuajse pa ndaluar për çështjen kombëtare, për ndihmë humanitare dhe për çdo gjë që e ka kërkuar vendlindja, po edhe komuniteti këtu pra ku neve jetojmë. Dhe gjithë jemi duke vazhduar asaj rrugë dhe shpresoj që nuk do të ndalemi as në të ardhmen. Cilat aktivitetet të shoqatës Majtësia e Madhe gjatë vitit 2025 do t'i konsideroni të më të rëndësishme? Po, aktivitetet e shoqatës atletare Majtësia e Madhe janë të shumta, ashtu të them, sa i përket vitit të kaluar, pra 2025, do të ceki se në gushtin e vitit të kaluar, pra bëmë shpërndarjen apo të them mbështetjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara, ku pothuajse siç thash pra në gusht, atje unë nuk kisha mundësi të jem prezent në ato shpërndarje, por aty ishin në kryetari i shoqatës Xhon Xhulaj dhe arkatari, pra veterani i cili është këtu me shoqatën tonë pothuajse vite e vito, që ishte në fillim Pashko Xhokaj, dhe ata shpërndan shumën pothuajse në 25.000 dollarë pra për fëmijë me aftësi të kufizuara. Përveç asaj, po ashtu në atë kohë mbështetën edhe të gjitha shoqëritë kulturartistike në Malsi dhe klubet sportive pra të sporteve të ndryshme. Unë mendoj se mbështetja e në veçanti të shoqërive kulturartistike është një mbështetje e cila duhet që të vazhdojmë
me qenë se nëpërmes shoqërive kulturore artistike, nëpërmes lahutit, nëpërmes çiftelisë dhe me losit tonë mëson shtrujt edhe tradita, kultura dhe identiteti jon kombëtar nga kemi ardhur. Po ashtu për mbështetja e klubeve sportive, pothuajse ajo i bashkangjitë, i mbledh, ashtu të them, mbledh fëmijët të rinj që të aktivizohen, po përveç asaj, përveç aktivizimit përmes tyne, pra edhe krijojnë një karrierë të tyne. Ashtu që neve do të vazhdojmë me këto misione, me këto objektiva, por ka edhe të tjera të ndryshme që pothuajse lindin dhe aktivitete të ndryshme dhe çështje të ndryshme që lindin gjatë vitit dhe neve gjithni jemi në përkrahje të tyre. Përveç asaj, kemi ndihmuar dhe kemi mbështetur edhe një aktivitet tjetër, pra blerjen e një automjeti, pra që ka ba Mali i Treshit për një zjarr theks, ku edhe aty kemi mbështetur pra atë aktivitet të nevojshëm, të them, me qenë se shpresoj se ai automjet zjarr fiksa dhe mënyra të ndryshme që të jetë të ndihmoj dhe të jetë në shërbim të edhe të Malësisë e jo vetëm të Treshit, ku edhe të mbështetën pra me një shumë prej $2,000. Sa u përket tjerave, para disa muajsh po ashtu kemi hapur një zyre të shoqatës. Qëllimi kryesor i hapjes së kësaj zyre pra është që shoqata të funksionojë edhe më mirë për ndihma të ndryshme, për të ndihmuar komunitetin, po edhe për të bërë aktivitete të ndryshme pra që i kërkon shoqata dhe i kërkon edhe komuniteti. Sa i përket këtyre të tjera, zakonisht kemi pas edhe darkën tradicionale të shoqatës, ku në atë darkë pothuajse bashkohen shumë malësorë, donatorë zemërgjan që japin kontributin e tyne, ku publikisht dëshiroj që t'i falenderoj të gjithë që vite me radhë japin kontributin e tyne, ku nëpërmes shoqatës Malësia e Madhe, pra jemi në gjendje t'i përkrahim këto që i lartë përmenda. Pra këto ishin disa për të cekur, megjithse prapë po them janë edhe disa gjëra të ndryshme që kanë lind gjatë kohës, por këto ishin disa që neve i bajmë, do vazhdojmë me i bajmë dhe do t'jem pra të gatshëm edhe për ngjarje tjera që ndodhin si në vendlindje, në komunitet, po dhe në treva tjera pra shqiptare. Po si bashkëpunoni me shoqatat e tjera shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Si është ky bashkëpunim? Bashkëpunimi me shoqatat tjera në komunitet pothuajse është i shkëlqyeshëm. Kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, pothuajse të gjitha aktivitetet i bëjmë së bashku dhe marrim pjesë në aktivitetet e shoqatave mrena këtu në komunitet dhe me gjerë. Edhe mendoj që ashtu duhet të jetë, të bashkëpunojmë, të përkrahim njëri tjetrin, me qenë se qëllimet e të gjitha shoqatave pra janë të njëjta, për të ndihmuar komunitetin, për të ndihmuar vendlindjen, për të ndihmuar individ dhe në raste të ndryshme, pra ku thërret malësia, ku ka nevojë malësia dhe ku është nevoja, pra jo vetëm në Malësi, por edhe këtu në komunitetin tonë ku jemi edhe neve sot. Dëshira është pra të bashkëpunojmë, do të bashkëpunojmë, se kur jemi së bashkut, pra siç është e fjala popullore, pra shkojmë edhe më larg. Po sa kohë dhe përkushtim kërkon të udhëheqësh një shoqatë si kjo? Po, ti e din edhe vetë, kjo është, domethënë çdo gjë është vullnetarisht. Gjithë neve që jemi drejtues të shoqatave, po anëtarë të saj, pra punojmë në mënyrë vullnetare. Dhe them të vërtetën, kërkon edhe punë, mirë po kur e bën njëri me dëshirë, kur e bën njëri për vendlindjen, për popullin tënd, atëherë në koha pothuajse nuk është edhe aq problematike, domethënë çdo gjë që e bën me dëshirë,
koha gjenet dhe por ka punë, do pa punë, nuk bëhet komision pa marrë parasysh shoqate madhe, shoqate vogël, aktivitetet e shumta apo të vogla, asa do t'jenë, pra çdo gjë kërkon punë. Mirë po, prapë e përsëris, çdo gjë kur njëri e bën me dëshirë, pra edhe suksesi nuk mungon dhe puna, pra është ajo që koha zgjenet për të bërë çdo gjë që kërkon shoqata. A ka pasur ndonjë risi apo iniciativë të re gjatë mandatit tuaj deri më tani dhe cili është vizioni juaj i kësaj shoqate? Po, në këtë vit kemi disa aktivitete që mendojmë që t'i bëjmë. Neve por sa kemi hapur, kemi shpall, apo të them ashtu, konkursin për studentat, për bursat studentor, për studentat atje në Malsi ku jeni ju. Dhe më sa duket, më sa mendoj, ky vazhdon deri me lejt shkurt i hapur, ashtu që ftoj të gjithë pra studentat që të konkurojnë për këta bursa. Kjo është edhe një aktivitet tjetër që shoqata Malësia e Madhe në Michigan pra i bën këto gjana pothuajse dite me radhë për krah studentat dhe gjithë ne do të vazhdojmë që të përkrahim studentat, me qenë se të gjithë e dim se sa rëndësi është që të kemi njerëzit e shkolluar në vendlindjen tonë dhe po kur thuhet se u do gjetiu. Aktivitetet tjera që kemi janë të shumta, po disa të ceki. Në mars do të kemi edhe promovimin e një librit të madh të një autorit të madh, të profesorit zoti Franz Samaj, të cilin dëshiroj ta përshëndes dhe ta falenderoj publikisht për që zgjolli shoqatën Malësia e Madhe që të baj pra promovimin e librit nga neve. Për të bani promovim të një librit të madh, të një autorit të madh, të një njeri të edukatorit, siç është Franz Samaj, pra është nder për neve si shoqat dhe na nderon prezenca e tij dhe neve e pranojmë me shumë dashuri për edukatorin dhe profesorin, të them, të shumë neve në gjeneratat e kaluara. Përveç asaj, kemi mbështetur edhe aksionin që e ka fillua pra atje në Malësi, fondi humanitar Troje Tona, për konkursin me lahut, me lartë, me qifteli, pra nga Agron Plumaj, po dhe ata kemi mbështetur për me një shumë për $2,000, ku si që ta qëllë më parë, pra me përmes shohim shumë të rëndësishme mbështetjen e këtynet, me qenë se përmes tyre ruhet edhe kultura, tradita dhe identiteti jonë kombëtar. Nevet jemi një gjatë që duhet të ndalem pak në ushtra të bisedoj dhe më gjatë, jemi edhe në proces të hapjes të ansamblit Malësia e Madhe. Prapë përsëris në veçanti këtu në komunitet është shumë rëndësishëm dhe neve do të fokusohemi pothuajse me lahut, qifteli, fyll dhe sharki, pra këto që është kultura jonë, është tradita jonë, ku fatkeqësisht kohëve të fundit apo të them janë edhe parashdukjes, ku duke parë shoqit kultur-artistike, si atje në vendlindje, po dhe këtu grupe të ndryshme, pothuajse rrallë herë shifet ndonjë lahutar, ndonjë kënd me qifteli, ndonjë vallëzim, dhe kjo është pra që neve do të fokusohemi që të kthejmë mrapa lahutën, qiftelin, fyllin dhe kështu me radhë. Fatmirësisht, siç thash, pra kemi hapur zyrën tonë për disa muajsh dhe të gjitha ushtrimet do të bëhen përgatitjet, pra do të bëhen këtu në zyrën tonë. Dhe siç është ajo fjala popullore, pra dita shifet në mëngjes, nevet na janë bashkangjitur dhe janë përzihet pothuajse individ të shumt që të marrin pjesë në këtë ansambël, pra
përveç të rinjve që janë të lindur e të rritën këtu, që janë të shumt dhe megjithatë nuk e kanë harruar traditën, kulturën tonë, pra ato duke falendëruar, duhet të them edhe prindërit e tyre që i kanë edukuar në atë kulturë. Mirë po këtij grupit janë bashkangjitur edhe rapsod popullor, që malsor, pra që do herë ishin dhe dominonin në shoqëritë kulturore artistike aty në Malsi, pra flas për vitet e 80-ta, ndoshta ti s'ke pa lind hala atër, por janë kënë pra kësht, janë kënë drejtues të shoqatave të ndryshme. Këtu në komunitet përveç këtyne të gjithëve që përmenda, janë bashkangjitur rapsodët këtu, pra siç është Gjon Dulxura, Gjon Jopa që i thrasim, Fran Lucaj, dhe shumë të tjerë që të gjithë së bashkut doja dalin, besoj, dhe do të krijojmë një ansambël, pra me emrin Malsi e Madhe, që do t'jap shfaqje, pra këtu nëpër komunitet do të kthejmë të rijt, dhe qëllimi kryesor është që të sillim atë me los tek brezat e ri, tek rinia jonë këtu e komunitetit. Në një të ardhme, qëllimi është që të hapim edhe disa klasa aty për të rritë dhe fëmijët e komunitetit tonë, pra që të mësojnë çiftëlinë, të mësojnë lafutën, të mësojnë fyllin dhe kështu me radhë, dhe mos të harrohet pra kjo traditë e lashtë e bukur malsore dhe shqiptare në përgjithësi. Kemi edhe një aktivitet tjetër që duhet ta përmendi me krenarie përmes këtë, jemi në paraprgatitje të them të festimit të 25 vjetorit të themelimit të shoqatës arllëtare Malsi e Madhe. 25 vjetori pra është vitin e ardhshëm 2026, por gjithnjë kemi vazhduar pra të bëjmë përmbledhjen e aktiviteteve shoqatës, dhe besoj që vitin e ardhshëm do të kemi një fest të madhe me rastin e festimit të 25 vjetorit të shoqatës arllëtare Malsi e Madhe, ku qëllimi është që të bëjmë edhe një dokumentar, ndoshta edhe një libër të vogël, mirë po për më gjithësisht do të flasim pra në një të ardhme. Unë duhet të ndalem paksa tek ansambli, duhet të di pas që ky me të vërtetë është një lajm i mirë, duhet të di se kur pritet themelimi i këtij ansambli dhe nëse numri i anëtarëve është i caktuar, do thotë është i kufizuar. Ansambli po sa ka filluar të bajnë organizimin, janë bashkuar disa herë deri tash, mirë po numrin e saktë nuk e di momentalisht, por me qenë se hala janë në fazën e organizimit, dhe dita ditës pothuajse janë duke u bashkangjitur të ri, të moshave të ndryshme, mirë po këtë hanë që vijnë pra brenda 2 ditëve është edhe kem ballë shpalljen, ndoshta e ke pa në Facebook aty në këto rrjetet sociale, ku do të bëhet edhe një bashkim general ku ftojnë të gjithë që të bashkohen. Siç theka pra numri është është në rritje, dhe nuk duhet të jap një numër që nuk kemi sigur momentalisht sa është, por nëse duhet të them momentalisht janë pothuajse 15, 16 deri 20 veta, por mendoj që ai numër kohë mbas kohe do të shtohet. Si stat kemi edhe këtu shumë të ri që janë instrumentalistat të veçantë, dhe përveç atyre kemi edhe 3 të ri, 2 vajza dhe një djalosh, pra siç është Valon Xholaj, dhe këto 2 vajzat Gojçaj që janë bashkangjitur klubit, domethënë janë bashkangjitur grupit folklorik, ansamblit ton, ku vërtet është një kënaqësi që t'i kemi të gjithë së bashku aty, dhe me shpresë që të vazhdoj, dhe pse jo edhe një ditë të vim të marrim pjesë atje në festivalin Bar Kombëtar Gjirokastër Vitoj apo edhe LGTU. Sa jeni të kënaqur me përfshirjen e të rinjve në punën dhe aktivitetet e shoqatës? Po jam shumë i kënaqur. Jam i kënaqur me qenë se aktivitetet e shoqatës pothuajse janë gjithnjë në vazhdimsi qysh në krijimin e saj.
dhe kurse hala nuk jemi ndalur dhe nuk do të ndalemi. Normal se aktivitetet e shoqatës herë janë ka kërkesa më shumë, herë ka kërkesa edhe më pak. Mirë po për momentin jam shumë i kënaqur që jemi në gjendje ta mbajmë këtë shoqatë, por kryesorja është që jemi në gjendje që të ndihmojmë në raste të ndryshme, e këto janë ato pra që i ceka dhe në një të ardhmen edhe siç thash gjatë kohë mbas kohe lindin edhe ngjarje të ndryshme dhe ato pra janë për të cilat shoqata ashtu dhe do të jemi këtu për të mbështetur çdo gjë që është për të mirën e malësisë, për të mirën e komunitetit, për të mirën pra e shqiptarizmit në përgjithësi. Po interesi i komunitetit shqiptar për këto aktivitete është në nivel të duhur? Patjetër, pa ndihmën e komunitetit dhe siç thash pa ndihmën e donatorëve të shoqata sigurisht se s'kite me mujë me funksionua. Mirë po, përveç asaj, aktivitetet mbështeten pak a shumë nga komuniteti. Besoj që ky aktivitet, siç thash pra krijimi i këtij ansamblit, do të mbështetet dhe duket se kemi një përkrahje të madhe, me qenë se është ka një rast i rrallë që apo ka herë nuk ka ekzistuar një gjë e tillë që këtu në Mërgim të kemi një ansambël, një grup folklorik, një grup të ndryshme, por koha do të bajë të vetën, koha sipas kohet dhe besoj por qëllimi është i mirë, niyeti është i mirë dhe siç është ajo fjala popullore kur dikush fillon një gjë me një qëllim të mirë, do të dalë edhe mirë se s'ka si të ndalë ndryshe. Mirë, atëherë ju përmendet që konkursi për bursa është aktiv, por duhet të di nëse ka plane për projekte të përbashkëta me Malsinë, do të thotë plane të tjera, po projekte që do të jenë në shërbim të saj gjatë këtij vitit. Po, zakonisht për bursat janë pra siç thash që konkursi është i hapur dhe neve gjithë do të vazhdojmë me përkrahjen e shoqërive kulturale artistike, me përkrahjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar atje në Malsi. Pra ato janë edhe qëllimet dhe objektivat e shoqatës për vendlindje. Ku nuk do të ndalemi me to, me qenë se ato mendoj se siç thash edhe më parë, janë të rëndësishme për shumë gjëra dhe nuk do të ndalemi pra me to dhe me qofse një aktivitet tjetër lindë dhe ato do t'i përkrahin kuptohet sipas mundësisë. Po, cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballet sot një shoqar shqiptare në diasporë? Po, sfidat janë të ndryshme, është të them, në ndër to është se ne këtu në komunitet po thumë se edhe aty ku jetojmë, nuk jetojmë të gjithë pothuajse siç është në Malsi aty krejt afër, por jemi pothuajse të hapur atje ka mirë, po megjithatë nuk deri diku e bën pak më të vështirë aktivitetet e ndryshme, mirë po kur janë aktivitetet e qelluara pra në të gjithë jemi të bashkuar dhe të gjithë kontribojnë. Po çdo gjë siç thash edhe më parë, pra kur gjë nuk është lehtë, mirë po me punën, me angazhimin dhe me dëshirën e madhe, çdo gjë arritet. Po sa sfiduese e shihni është edhe ruajtja e gjuhës shqipe tek brezat e rinj, meqense jeni në kontakt të drejtë për drejtë edhe me ta? Po, ruajtja e gjuhës këtu në Mërgim, të gjitha di Mërgimi e bën të vetëm, pra larg vendlindjes, larg shtetit son, fëmijët tonë pra lindin dhe rriten në një kulturë tjetër, në një edukim tjetër, mirë po neve siç thash pra nëpërmes shoqatave, jo vetëm shoqatës Malsi e Madhe, po për shoqatave të tjera këtu në komunitet, nëpërmes qendrave të fetare dhe aktiviteteve të ndryshme, festat e Kryengritjes së Malsisë, 28 nëntorin dhe festa e Kosovës dhe ato dhe nëpërmes tyne pothuajse gjithnjë mundohemi që të mbajmë gjallë të përcjellim gjuhën shqipe dhe të përcjellim çdo gjë që është shqiptare pra tek fëmijët tonë, tek të rinjt tonë,
që sa do pak a shumë të shtyjmë të vazhdojnë që të mos të harrojnë traditën, mos të harrojnë kulturën, të dinë se nga i kanë rrenjët, nga i kanë prindrit dhe kështu me radhë, ashtu që nuk është e lehtë, mirë po deri diku ja kemi arrit qëllimin dhe shpresojmë që do të vazhdojmë me këtë trem që thohem dhe do të bëjmë që mosin, si kuptohet pra larg vendlindjes nuk ka lehtë, por pak a shumë jemi duke u munduar në drejtim. Dhe për fund, çfarë mesazhi do t'u dërgoni shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ende nuk janë të përfshira në shoqata komunitare? Mesazhi im për të gjithë ata pra që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë apeloj dhe ftoj që të përkrahin shoqatat e komunitetit. Me qenë se përmes shoqatave pra bëhen edhe të gjitha këto që i përmendim më parë. Për të ndihmuar shoqatat nuk është të thanur se gjithkush duhet me kenë antar i kryesisë, por ka mënyra të ndryshme që të ndihmojnë. Është shumë e rëndësi të ndihmojmë me qenë se si shtatë edhe më parë, pra këto aktivitete të gjitha bëhen pothuajse 99% bëhen përmes shoqatave që ndikojnë në vendlindje, po ndikojnë edhe këtu në komunitet. Dhe një herë prapë përsëris falenderoj të gjitha ata përkras që kanë përkrahë vetëm të po më kom fjalën për shoqatën tonë Mësi e Madhe, që kanë përkrahë pra tash 24 vite punë që kanë bërë angazhim dhe gjithë mi vazhdojnë të bëjnë të përkrahin dhe të ndihmojnë shoqatën tonë, por apeloj që të ndihmojnë të gjitha shoqatat e komunitetit me qenë se të gjitha jemi të një qëllimit për një bashkëpunim dhe për një qëllim për të ndihmuar pra aty ku ka nevojë vendlindja, aty ku ka nevojë komuniteti, aty ku ka nevojë territori dhe me gjerë. Atëherë Toni më mbetet ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për televizionin Bojnë, për gjitha risitë e shoqatës që i keni ndarë me ne dhe t'ju uroj shumë suksese në drejtimin e shoqatës Mësi e Madhe. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën, për interesimin që bani. Si që taq edhe më parë, pra jeni një dritare e shkëlqyer që edhe neve pothuajse pak a shumë malli jonë për vendlindjen është i madhe përmes këtij televizionit Bojnë, pra pak e shohim edhe atë mallin e vendlindjes dhe di se edhe TV Bojni pra është në proces të ndërtimit të një godine të re. Uroj suksese sa më parë të mbrojt, jam i lumtur dhe që edhe unë pata fatin unë dhe shoqata jonë të marrë pjesë pakull të vëmë një gur aty në atë ndërtesën e TV Bojnit. Edhe një herët faleminderit shumë për interesimin, për intervistën dhe dash Zoti që gjithherë të flasim dhe të jemi së bashkut për të mirën e komunitetit, për të mirën e Malësisë dhe për të mirën e kombit shqiptar në përgjithësi. Ju falenderoj. Faleminderit. Atëherë shikues të nderuar, ishim me kryetarin e shoqatës atletare Mësi e Madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, në pafshim në emisione tjera.